Në orët e para të së dielës së 29 marsit 2026, në Kosovë dhe në mbar Evropën, do të hyjë në fuqi ora verore, duke shënuar kështu ndryshimin tradicional sezonal të kohës. Saktësisht në orën 2 pas mesnate, akrepat e orës do të zhvendosen një orë përpara, duke kaluar direkt në orën 3 pas mesnate, me që rast nënkupton zhvendosin e akrepave 60 minuta përpara. Kjo të thotë se qytetarët do të humbin një orë gjatë natës, por që e njëjta do të zëvendësohet me ditë më të gjata dhe me më shumë dritë natyrore gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes. Ky ndryshim bëhet çdo vit në të dielën e fundit të muajit mars dhe është pjesë e sistemit të njohur si ora verore, i cili zbatohet nga shumica e vendeve evropiane. Qëllimi kryesor është shfrytëzimi më efikas i dritës së diellit dhe reduktimi i konsumit të energjisë elektrike. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se ndryshimi i menjëhershëm i orës mund të ndikojë përkohësisht në ritmin biologjik të njerëzit, duke shkaktuar lodhje, përgjumje apo vështirësi në përqendrim gjatë ditëve të para pas ndërrimit të orës. Ndërkohë, ora verore do të mbetet në fuqi deri në fund të muajit tetor, kur akrepat e orës do të kthehen një orë pas, duke rikthyer sërish orën dimrore.